Na jena diaspor, na jena full shit show. Na jena diaspor, na jena full shit show. Full. Na jena full shit show. 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 Full shit. Full shit show. Shkulje floku! Kalle! Pa! Ta voni kretë bira. Mirëmra me përshëndesim nga show. Full ship. Marash, a e kupton një diçka? Njerëzit na shikojnë, thonë ku morin tonë këtë energji këta njerëz kur e hapin emisionin. Mendojnë që ora jena të pim, o kena shku në Lazarat e kena bone gjira nej. O, si qesh. Pa e në gjitë një gjo s'ka qore. Mirë po, e kemi organike, biologike dhe mirë si u gjemë gjithë dhe shqiptarëve ku të shjeni në shpituaja. Ju boft mirë ajo darga që e keni hongër tashmo, por edhe këtë qaj mas darke, veç kujdesni mos e harroni lugen në gotë. E kështu që mirë s'u gjejmë nga shtëpia ma madhe me bukur diasporës shqiptare si çdo javë, nga full ship show me loç kënë temë, çdo që ku kam qetë zarmën shtu. Dhe kam si diamant e kam. E vazhdojmë sonte full ship show-n përsëri me ekskluzivitete yje nga diaspora, Marash. Po. Kemi dy personazhe që janë për herë të parë në full ship show. Do flasim edhe për art, edhe për letërsi dhe për shkrim, në fakto, apo jo, për libër, për vepra, por edhe zhvillim personal. Zhvillim personal, mirë po, një libër i dedikuar për fëmijët e vegjël për t'i edukuar në zhvillimin personal dhe mental. Interesant. Shumë është interesant. Kjo pjesë du ta dëgjojmë pastaj mysafirin që të aftojmë për këtë na treguar, sepse është një temë shumë interesante. Shumë interesant. Bukur. Plus e dyta, do kemi mysafirin e dytë, Kastriotin, është një mik i joni, i vllajt tim po dhe imi, duke qenë i vllajt është dhe imi, besoj. Edhe këngëtar Kastriot Krasniqi, i cili jeton dhe vepron në Zvicër. Do flasim për tema interesante. Mirë po ky libri Marash po më bën shumë përshtypje që është 20 sekond. Ja, bukur. Ja. Krijuar libra thot për fëmijë për të nxitur mirënjohje dhe mendim pozitiv. Pra, për të nxitur mirënjohjen dhe mendimin pozitiv tek fëmijët. Tash se në çfarë forme do na demonstrojnë ndoshta pak a shumë qendresa kur të vinë në full ship show. Po përpara se të ftojmë qendresën si mysafirët parë në full ship show, ne duam të falenderojmë pak sponsorët tanë. Marash Loçka. Patjetër. Vielen Dank Komplexi Anesi. Der Anesi-Komplex in Makresch bietet auf 1000 Meter Höhe frische Luft, Ruhe und traumhafte Natur. Auf 80 Hektar erwarten Sie 50 moderne Villen mit hochwertiger Ausstattung, 24 Stunden Sicherheit und kompletter Infrastruktur. Die perfekte Verbindung von Natur und Luxus. Vielen Dank Komplexi Anesi. Vielen Dank dhe faleminderit shumë Komplexi Anesi, fshati më i bukur. Ju këshilloj gjithë shqiptarëve diasporës që ta vizitoni Gjilanin, ta vizitoni fshatin Makresh, ta vizitoni fshatin më të bukur në Gjilan Kompleks Anesi, me pronarin dhe djalin më të mirë, bleni villën tuaj me standarde zvicrane, 270 metër katëror banim, me 800 metër katëror tokë dhe me pishinë verore dimrore. E falenderojmë me big up nga DJ Joni Trend sonte. Pap. E kemi shumë trend. Vielen Dank, Pristina Ticket. Der größte albanische Reiseveranstalter bietet Direktflüge von Basel, Zürich und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Vielen Dank. Shumë faleminderit Pristina Ticket që jemi me full ship show. Ju këshillojmë gjithëve të rezervoni me Pristina Ticket lirë mirë. Për Zvicër, për Gjenevë, për Zürich, për Basel dhe për gjithë Evropën dhe anasjellës për Prishtinë, rezervoni me çmime të lira të mira, me kufere, me rezervim sipas dëshirës tuaj ulsen.
Isha kur thashun ne kemi DJ Trend, ai ishte vetëm aty, po ishte tu pa kush. Ishte tu pa rrotull kush është ai DJ Trend. Ishte tu pa kush është ai se s'pedi unë. Shumë kam interesant DJ sonë, që ishte DJ, kam me pas një kamerë me këtu, po mos ja kthe se na dalin do gjona tjera që s'na duhet. Jo, mos e kthe. Shikoj kam DJ-n të ufshoj atje, hajt kape, afroje, pa kja ku kam një farë DJ sonë, që e më vëllën shtyrën, se është i turpshëm, ka frikë prej fansave tepërt. DJ Trendi. Marash, faleminderit sponsorëve tanë, ju duam shumë dhe shumë faleminderit që jeni gjithmonë besnik dhe partner me Full Ship Show-n. Mos harrojnë shqiptarët e Zvicrës, sidomos, ti njoftojnë edhe komunitetet tjera në Zvicër që kanë shoqërime ta, që së shpejti do vi ambienti serioz, ambienti klasik, ambienti që do shërbej për të gjitha komunitetet në Zvicër, sidomos me privilegj do mundohemi t'u shërbejmë edhe shqiptarve që kanë nevojë për të realizuar festat e tyre familjare, si dasma, ditëlindje, fejesa, të gjitha me radhë, darkat firmave, konferenca dhe gjithçka në ambientin më prestigjioz në Zyri, Melodia Zyri, një investim zviceran ku jemi të përzgjedhur për ta menaxhuar dhe për ta bërë marketingun të paktën sa i përket komunitetit shqiptar. Faleminderit shumë Melodia Zyri, së shpejti do vi, do njoftoheni për të gjithë interesuar që kanë dëshirë të qëndrojnë në kontakt gjithmonë me Melodia Zyri, ta bëjnë follow në Instagram Melodia Zyri, në Facebook Melodia Zyri dhe në TikTok Melodia Zyri, dhe do vi së shpejti dhe në çdo vikend do ketë muzikë multikulti, por veçanërisht të shtunave do ketë shqip klasike. Faleminderit shumë Melodia Zyri. Atë kam thonë që e kam trend DJ në sonë. Shumë fort. Thash, e kam DJ Crazy sonë dhe ka dhe emrin. Marash, të ftojmë pak në mysafirën sonë dhe të bisedojmë rreth veprës saj librit për fëmijë, për t'i motivuar dhe për t'i nxitur për të padur mirënjohje dhe mendim pozitiv. Tani kemi qëndresa Ramadani Canolli, e cila do na vi sonde në Full Ship Show me një duart rokitje dhe një big up prej Crazy DJ. Mirë se erdhën në Full Ship Show. Na ka mësu nona gjithmonë, tha mos me shku dikun me dur thot. Edhe sonde qëndresa nuk jo me dur thot, ka ardhur me veprat e saj. Sa vepra janë to? Janë 2 të njëjta apo 3 vepra? Janë 2 libra të njëjta, edhe është libri tjetër që është prej moshës 9 deri në 14 vjeç. Atëherë, 2 libra janë të njëjta, këto 2 janë të njëjta. Po. Kurse kjo? Këto e kum bë me ngjyrë tjetër, se këto i dhuroj për fëmijët që kanë nevojë. I dhuron? Po. Pra, i fal? Po. Okej, për Për fëmijët atë që... arsye është me një ngjyrë tjetër. Okej, për fëmijët që kanë nevojë. Po. Pra, domethënë, çfarë nevojash? Për fëmijët e smut, për smut. domethënë ka qenë edhe një projekt që e kom realizuar në Inzell Spital, që i kom dhuru për fëmijët saktësisht që gjenden në onkologji. Sepse mendoj që ata fëmijë janë të mbyllur në ato dhoma të ftofta, edhe të paktën të reflektojnë mbi ditën e tyre, edhe të kenë mundësi që të krijojnë ndjenjë falënderimi edhe të përjetojnë sadokudo ato momente të vështira që Sa ideje. Bravo, Qëndresa i duart rokitje. Qëndres, bravo qoftë. Ideja e jotja? Po. Bravo qoftë. Për këtë meritojnë duart rokitje realisht edhe një falënderim nga ana jonë, sepse ja pas ke qelluar me këtë ide dhe me këtë punë që pas ke realizuar. Bravo. Faleminderit shumë. Pra, bëhet fjalë, përpara se dalim te 2 libra të tjerë, Mein Other? Po, Mein Mein. Alltag. Se përkthehet në shqip kjo Mein Alltag marrësh? Jeta e përditshme e jam. Jeta e përditshme e imja. Domethënë, ky libër është posaçërisht për fëmijët e sëmurë që kanë nevojë të onkologjikut më tepër, Po. për ta lexuar dhe për ta kaluar ditën e tyre duke lexuar këtë libër. Çfarë bëhet fjalë konkretisht në këtë libër, Qëndresa? Në këto libra, ai është i njëjtë si ky tjetri i pari, domethënë po e A thjesht kjo është për dhuratë. Pra domethënë është e njëjta gjë, thjesht mos më keq kuptuar. Pra vetëm ngjyra ndryshon që kjo kuptohet mbas ngjyrës që kjo vetëm dhurohet. Po. Ashtu është
ka qenë edhe ideja ime që t'jetë me atë ngjyrë që të vrej atë që është dhuru. Aty në atë libër bëhet fjalë për të kriju fëmijët ndjenjen e falënderimit, edhe të momenteve që t'i përjetojnë momentet aktuale, sepse sot është bota e sër digitalizuar, më me thonë, edhe fëmijët kalojnë shumë kohë para ekraneve, nuk i përjetojnë momentet kështu. Kur është një fëmijë për shembull ton kohën me telefon, nuk i përjeton momentet me prind kur shkon dikon ose nuk dëgjon. Unë e kom kriju këtë libër që fëmijët edhe prind të kenë mundësinë mbrëmje që të ulen së bashku, të reflektojnë mbi ditën e tyre të kaluame, edhe të kalojnë kohë së bashku, po edhe të ndërtohet ndjenja e falënderimit, e vetvlerësimit edhe përjetimit të momenteve aktuale. Tani, ndjenja e falënderimit ndaj Zotit apo ndaj personave që rrethojnë? Ndjenja e falënderimit për fëmijët mendoj që është mas pari ndaj prindve që i ka, por edhe ndaj Zotit. Sepse kur ne jemi falënderues, kjo vlen edhe për neve që jemi të rritur, kur jetojmë me ndjenjen e falënderimit, ne jemi falënderues edhe thjesht për një gotë ujë. Unë për vete ashtu e përjetoj, para se të hyj në zhvillimin tim personal, nuk e kam ndjek kështu, kam qesh, kur mentori im ka tregu që kur të arrish me mbriqit nivel, do t'jesh falënderuese edhe thjesht për një gotë ujë që e pin. Unë thosha jo besë s'është mundshme. Po duke punu në vete, e kom vrejt që thjesht sot kur e qes një gotë me ujë në mëngjes, jam falënderuese për gotën që e pi me ujë. Folim pak për këtë biografin tane, për këtë zhvillim personale. Mundesh me na tregu pak në pika shkurta kush jeti edhe ç'është ka ardhur ideja mu marrë me shkrimtari? Unë jam Qendresa, jo me lindur me datën 24 shtator vitit 1996, kam lind këtu në Zvicër. A në Zvicër ke lindur? Po, kam lind në Tun, edhe jam rrit, jam shkollu në një qytet afër Tunit, në Shpjec, është në kantonin e Bernit. Aty jam rrit së bashku me 3 motrat e mia që janë më të vogla, me vëllon, me prind, me gjysht edhe me hallën. Jemi rrit një familje e madhe, jam shkollu, jam punësu, edhe mandej në vitin 2017 jam martu. Mandej jam banon, edhe nga viti 2020, do më thonë familjen tonë ka ndodhë shumë humbje, ka ndodhë humbjet një pas njëshme, edhe në atë kohë do më thonë e kam kuptu që na kur gjos marim me vete thjesht, edhe këto humbjet që kemi përjetu në familje, më kanë prejkë si çdo kanë që e prejkin, por ishte edhe gjendja e jashtëzakonshme. Unë i kom humb 2 gjysht, gjyshin e dojve në vitin 2020, edhe gjyshin e shtëpisë në vitin 2021. Gjyshi ka vdek këtu, gjyshi i shtëpisë, ndërsa gjyshi i dojve më ka vdek në Kosovë, edhe ka qenë një situatë e jashtëzakonshme ku ne nuk kemi mujt me shku me marr pjesë në varrimet e tyre, se ka qenë edhe situata, karantinimi e gjonat e tjera që e kanë bërë pamundur. Edhe kjo ku ka qenë shumë e vështirë për neve, për krejt, domethënë edhe si familje, edhe domethënë ajo të merr me vete, se unë e shoh që ka lloj-lloj humbje. Po secili njeri që i ke lënë një boshllëk shumë të madh, edhe pastaj ka vazhdu kemi pas edhe humbje tjera, ndërsa në vitin 2023 aksidentalisht në Zvicër e kom humbë edhe dojen, edhe kjo ka qenë domethënë goditja e radhës për familjen tonë, edhe në atë kohë domethënë që jam mërzit tepër shumë, jo vetëm unë, po krejt familja kemi përjetu jo lehtë, se erdhën këtu humbjet e një pas njëshme. Edhe në atë kohë burri e pajke do më thonë që unë mërzitesh atë tepër shumë, se nuk ishte e letë, edhe mandej e kish po një video në TikTok të mentorit tim Blerim Hakajt, cilin e falenderoj shumë, edhe më thotë pëse së regjistrohesh në këtë kurs, sa do ku do thot edhe ik për i kësaj gjendjes, se ishte vërtet nuk ishte e letë për neve si familje me i përballu kaq shumë humbje në kaq kohë shkurtra, edhe njëherë thash jo bese pëse të regjistrohem në kësi kursi, s'kam nevojë. Duke pas parasysh se bashkëshorti ka studiu edhe sociologjinë, më thotë po hajtë provoje, nuk ke që ka humbë, provoje. Edhe i shkruj mentorit, edhe ishte fundi i qershorit, në korrekt fillon taj kurs, edhe jemi konë disa pjesëmarrës aty nga gjithë bota, ka pas nga Zvicra, Gjermania, bile ka pas edhe nga Australia, që u kyç një person është që natën edhe është kyç. Kemi qenë shumë pjesëmarrës, edhe aty do më thonë gjatë zhvillimit tim personal, ka lindë edhe ideja që të krijoj diçka, po fokusi jam ka qenë që të krijoj diçka për fëmijët, sepse mendoj që aty lind gjithçka, se si fëmijë do më thonë kujton shumë gjana, mon men shumë gjana, sidomos edhe për mua që më ka prek shumë ikja e gjyshve të mi aq e shpejt,
Do më thonë, kom vendosur që të krijoj diçka për fëmijët, sepse si fëmijët i ndërton ato gjonat që kanë më të përcjell gjatë tërë jetës tonë. Mas pari do më thamë ngushëllime për Faleminderit humbjen, edhe shumë. shpresoj që keni shumë forcë në këtë situatë të vështirë. Tani, ki thanë, ki bo atë kurs për zhvillim personal. A mundesh pak me spjegun pika të shkurta se çfarë mesazhe i ka dhënë ai mentori dhe atë kanë ndihmu tani ty personalisht për me përballu këtë dhimbje? Ai kurs ka qenë shumë i vlefshëm, kemi mësuar domethënë pika të shkurta për gjithçka, për jetën në përgjithësi, për mendimet, si ti thellojmë mendimet pozitive. Kemi mësuar edhe mënyrën e ushqimit, gjë që është lumë një rol shumë bazë në jetën tonë, mirë po na kanë herë e hojmë shpejt edhe nuk e llogarisim se nuk po ushqehemi mirë, shëndetshëm, se gjithçka fillon edhe tek ushqimi. Unë pasaj e kom vazhdu edhe individualisht me mentorin, pasi që ka përfundu kursi, edhe sot ditë kemi hala kontakte, nëse kam nevojë për një këshill ose diçka, ajo është ende. Çfarë është konkretisht zhvillimi personal? Si mund të na tregosh? Zhvillimi personal është një rrugë që ti e merr edhe investon në veten tonë. Po zhvillimi personal nuk mbaron asnjëherë, sepse ne sa jemi gjallë, ne mund të ndryshojmë, por unë mendoj që ne mas pari mund të ndryshojmë veten tonë. Duke ndryshuar veten, mund ta ndryshojmë edhe Cilat veten. janë elementet kryesore për të ndryshuar veten dhe për të patur një zhvillim personal të suksesshëm? Unë mendoj që ti kur kyçesh në diçka, do më thonë edhe punon me përkushtim. Unë përpara nuk kam qenë kështu e durueshme, më kam pengu shumë gjonat, ndërsa në zhvillimin personal e shoh thjesht e kam thellu ndjenjen e falënderimit. Dhe të faljes. Po, edhe të faljes, se unë nuk i përpara ndoshta i kam gjyku njerëzit. Ke qenë hakmarrëse ndoshta? Po, ndoshta ka njerë. Se asnjë nuk jemi perfekt, të gjithë kemi gabime, mirë po sot mundohem e shoh jetën pak më ndryshe, e shoh jetën si një dhuratë, edhe një rrugtim të shkurt, se gjithçka është kalimtare, edhe duke pas parasysh edhe peceku prap me humbjet që i kishim të paprituna, të gjitha kanë ndodhur të paprituna, e shoh që për një moment ose për një sekond jeta jonë mund të ndryshojë. Edhe për një moment jeta të merr njerëzit e dashur edhe ti je këto, edhe thu pse se kom bë këto, pse s'jam kënaq me këto, edhe kjo është se shpesh herë ne edhe sot edhe fëmijët prap po kthehem, nuk i vlerësojnë gjonat, janë vetëm gjonat materiale që ti ja u dhuron. Edhe kjo, domethënë m'ju dhon fëmijëve mesazh që ata me dasht familjen, me dasht jetën, me jetu falënderues për ato që ka kanë. Këto mundohem edhe djalit tim m'ja përcjell që të jetë falënderues për gjonat që i ka. Shtyllat kryesore të zhvillimit personal të cilat ishin qendresa? Motivimi, por edhe njerëz për rreth kur i ki. Domethënë mua ka shtyp bashkëshorti në këtë rrugë të zhvillimit personal, se unë vetë nuk e kisha bën, ndoshta kisha thënë ju se mirë është çështo që është. Edhe mendoj që edhe kur e ki përkrajen e familjes, në këtë rast që e kisha në bashkëshortit edhe të familjes time, mendoj që kjo të sjell sukses edhe e shohin pastaj edhe njerëz për rreth ndryshimin tën. E përmendëm më parë edhe të ushqyarit. Pra, ham shpejt edhe nuk dim se çfarë ham, ushqemi jo mirë. Si duhet të ushqemi sipas mendimit tuaj? Unë gjithmonë flas për gjonat që unë i kam mësuar. Për ato që ke mësuar tek zhvillimi personal, tek mentori juaj. Po, unë mendoj që unë gjatë kësaj kohe, gjatë këtyre 3 viteve, nuk konsumoj më gjona që janë fast food të shpejta, mundohem të përgatis të shtëpia, edhe pse ka njerëz është e vështirë kur edhe jemi në punë, të dytë, mirë po mundohem sadokudo për fëmijët të përgatis në mbrëmje. Kur puna jonë mami kujdeset për fëmijët e mi, edhe ajo gjithmonë përgatit të freskëta, ushqime jo të shpejta, që të ushqehemi mirë, shëndetshëm, edhe këtu fillon domethënë gjithçka, se kur ushqehesh shëndetshëm, pastaj trupi është vetë i shëndosh, aktivitetet edhe ti arrin me balancu gjithçka rreth teje. Me çfarë metoda mujna me zhvillu këtë mentaliteti më konë sa ma falënderues? A ka nëjë trik, nëjë këshill? Unë mendoj që mund ka ndihmu shumë edhe meditimi, por edhe rrugtimi jam personal, me grupet ndryshme, pasaj njofton njerëz të ndryshëm, tash edhe aty ku unë punoj e kanë vrejt që unë kom ndryshu. Përpara do më thonë, e di që kom qenë falënderuese për disa gjona, po tash jam falënderuese për gjithë qka që kam. Sepse jo gjithë qka që ne e morim të mirë qenë, është na kanë njerëzojmë e kam edhe nuk i dim timi e falënderues, nuk ja din vlerën sa e ki. Vërtyti më i mirë i njeriu është falënderimi dhe mirënjohja, realisht për ta patur. Mirë, po
siç e thua ti, duke folur ti, unë po mendoj shumë gjëra që kemi shumë njerëz që meritojnë t'i thrasim më shpesh, t'i falenderojmë më shpesh, të rrim me ta më shpesh, kalojmë me ta kohë më shumë, mirë po nuk e bëjmë. Jo. Sepse mungon kjo pjesa e ndjenjes e falënderimit dhe shumë herë nuk e dim që jeta nuk është e shkurtër, mendojmë që është e gjatë dhe nuk mbaron kurrë. Pra, kjo është ajo pikë. Tani, kjo është e njëjta si kjo, thjesht kjo shitet. Po, është prej moshës 4 deri në 8 vjeç. 4 deri në 8 vjeç. Janë disa pyetje më të lehta që fëmijët mundën me reflektu mbi ditën e tyre që kanë kalu. Unë e kom pa më të arsyeshme që të bëhet mbrëmjeve, sepse kur prind vinë kanë herë prej punës, edhe çka shoh edhe vet kom qenë ashtu, para zhvillimit personal, ndoshta kom kalu kohë më shumë në ekran se sa me fëmijë. Domethënë të këshyrë se çka ka ndodhur gjatë ditës. Tash edhe unë ulna me djalin tim edhe e mbushi çdo ditë se çka ka ndodhur gjatë ditës, sepse kështu e krijon edhe një lidhshmëri me fëmijën, edhe fëmiu e din që ti je këtu për to. Qish është koncepti i librit? Nuk është si roman? Jo, është si lloj planer që fëmijët çdo ditë munden me reflektu mbi ditën e tyre. Është 30 ditor që është 30 ditë që munden me mbush. Ka një pyetje? Jo, është një faqe. Por ma merr mendja që 5 deri 10 minuta mjaftojnë ditjet. Po, ky këtu qëndresa? Ajo është për 9 deri në 14 vjet. Janë pyetjet më të fillume. 9 deri në 14 vjet. Sepse aty fillon pastaj edhe stresi më i madh, ngarkesa, shkolla, ndryshimi edhe që kalojnë fëmijët në fazën e pubertetit, edhe janë disa pyetje më tjera që fëmijët mund të Ku gjendet libri? Libri për momentin gjendet vetëm tek unë. Vetëm tek ti. Mund të porositet direkt tek unë. E ke tentuar tek libraritë zvicerane, kanë ke marrë një opinion për tyre për këtë libra? Janë disa projekte në zhvillim, janë disa projekte në zhvillim edhe nëpër shkolla, që të punohet në disa shkolla me këtë libër. Që të punohet, pra domethënë jenë Po, edhe kjo për mua është një arritje. Absolutisht që po, nëse futet nëpër shkolla, kjo është arritje jashtëzakonisht e madhe. Por janë edhe disa shqyrtime që janë duke i bë dhe mendoj që deri ka muaj tjetër do të fillojnë punimin. Ke marrë mendime pozitive dhe vlerësime për këtë libër. Po, sidomos edhe prej njerëzve që e kanë ble deri tani, apo edhe që i kam dhuru, ka përçu një mesazh shumë të mirë edhe tek fëmijët në onkologji. Në Kosovë nga je qëndërisa? Në Kosovë jemi të Prishtinës, bashkëshorti është i Podojevës. Okej, bukur shumë. Cila është puna tjetër që punoni përveç pasionit për librin dhe zhvillimin personal dhe këto? Unë punoj si këshillore klientësh në bankën Raiffeisen, punoj 60% edhe merrem me fëmijët në kohën e lirë. Bravo, bukur shumë. A keni ndërmend me shkruar edhe një libër në të ardhmen? Për momentin e kam fokusin tek to që zhvillohet të punohet me to, se për mua është e rëndësishme që fëmijët për një me të punojnë me to edhe të ngritin këto ndjenjat e falënderimit, vlerësimit dhe të përjetimit të momenteve aktuale. Unë e di që bota është e stër digitalizume, po të paktën me jek pak për ekraneve që me komuniku me prind edhe me vlerësu momentet që i përjetojnë si familje. Sa ndikim negativ kanë ekranet, interneti? Ekranet kanë ndikim shumë negativ, sepse unë e vrej edhe kur unë e mundohem fëmijët t'i mbaj larg ekranit. I vogli ka vetëm 18 muaj edhe mundohem që mos me lën hiç me këshyrë, veç kur s'ban. Ndërsa djali i madh ka 7 vite. Edhe ai e shoh që kur është duke shiku një film, ti fol, po ai nuk është tu e ditë se çka i të thonë, sepse është i fokusuar në film. Edhe mundohem shumë rroll m'ia ulën televizorin, sepse rrjetet të tjera si telefona, iPad-a nuk kanë edhe mendoj që është në rregull. Çish reagon djali, a kupton që është për të mirën e vet apo Ka një herë thot pse mam, krejt kanë, për shembull te çështja e iPad-it edhe telefonit, mirë po unë i them mam që nuk ke nevojë për momentin, do të vi momenti ku është e pa diskutueshme që i vynë për shkollë, po për momentin mendoj që është në rregull kështu. Qëndrisa, ku e ke dhuruar këtë libër? I kom dhuru në Inzell Spital. Inzell Spital. Kanë qenë mirënjohës stafi i spitalit për këtë libër që e ke dhuruar? Kur e kom bë kërkesën për me i dhuru, më është dosht t'ja dërgoj njerë psikologëve të Inzellit, që ta shikojnë ato se a... Se çfarë, a është e përshtatshme? Për çfarë bëhet fjalë edhe a është e përshtatshme që fëmijët mos domon nëse ka diçka që mund të lëndohen nëse diçka. Edhe mas 2 javë ma kanë kthyer përgjigjen që mund t'i dhuroj.
Unë gjithsej kom kriju 150 libra për me i dhuru, por për fillim janë dhuru vetëm 50. Vetëm 50 janë dhuru. E psikologët kanë thënë është Është në rregull, vlerësuar, është Po, është mirë. vlerësu shumë edhe është një temë që më kanë thonë që është bashkë e qëllume. Bravo, Sepse unë kom shumë mendu mirë, shumë bravo. gjatë që të krijoj diçka, jo veç të krijoj diçka që të thonë që ka kriju diçka, por të krijoj diçka që përçon një mesazh të fortë. Also, ta japi mesazhun qëndres, më falni një sekond, lutem, me gjermanishtin jam top, nuk di me S'ka fol. lidhje. Po, du me dhoni mesazh çështu me gjermanishtin time, çështu qysh unë e di, e nëse s'di e kam Google Translate me vete që më përkthen tash. Das ist eine Message von mir, also. Botschaft, oder? Botschaft. Botschaft. Also, eine Botschaft für Schweizer Medien. Blick, 20 Minuten, überall Medien in der Schweiz. Muss nicht schreiben für Albaner nur schlecht, wenn passiert etwas schlecht oder bla bla bla. Wie muss... Mir Erklären, okay. Wir muss nicht schreiben nur schlecht, was passiert bei einer für einen Albaner, oder? Also. Provoj. Sì, provo. Okay. Mirë të ditë. Also, Schweizer Medien überall, grüezi miteinander. Also, wirklich, muss nicht schreiben schlecht für Albaner. Wenn ein Albaner macht etwas nicht gut, alle Schweizer Medien ist Schreiben sofort. Schreiben sofort schlecht. Hey, so macht ein Albaner in der Schweiz. Haben Sie ein gutes Thema zum Schreiben von einer Albanerin, Cendresa? Was hat gemacht eine Buch Buch. für Kinder. Krankkinder? Und das ist wichtig für diese Kinder und das ist wichtig für Medien in der Schweiz. Das ist für Bedank für Cendresa. Also, ich habe schlecht gesagt, aber ich hoffe, verstand mir, oder? Edhe për mesazhin, për gjermanishtën, edhe për libra. Nein, alles Bravo. Nein, po e them tash sinqerisht. Po. Ka mangësi edhe media zvicerane. Ashtu është. Po e them me sinqeritetin më të madh, unë me ditë me fol, sigur e fol ky shoku im, më përshëndetje sulmoj. Po s'di me fol, e tani ata s'më marrin seriozisht, më thonë ky ka budall, edhe më lën për budall. Po ideja është me ditë me fol sigur ky shoku im. Unë çdo ditë ju them, ju holum tani, ku mundin me na kap keq. Ashtu është. Ku mundin me na gjet një bisht me na nxirr keq. Nuk ka vend në botë që s'ka njerëz të këqij, që s'bojnë keq, që nuk sillen keq. Por është gjunaf dhe është mëkat, më nxirr vetëm të këqijat e një komuniteti që bojnë, e nuk nxirrin asnjëherë të mirat. Pra domethënë kjo është një lajm, dhe një stër lajm që duhet publikohet në gjitha mediat e Zvicrës, që Qendresa ka krijuar një libër për t'u ndihmuar fëmijëve të sëmurë dhe i ka dhuruar, pra nuk i ka shitur, i ka dhuruar, dhe kjo duhet bërë lajm, pse jo? Megjithatë, unë po të falenderoj në emër tim, në emër të Marashit e të stafit tonë, po të falenderoj Qendresa, e tani ata të bëjnë punën e vet, si ta shikojnë të arsyeshme. Jam i sigurt që po ta marrin vesh, edhe do kishin shkruar ndoshta. Nuk e di, mos i paragjykoj përpara, por do kishin shkruar. I ke dhënë do mesazhe shumë të mirë për zhvillimin personal. A ki edhe ndonjë mesazh të veçantë, diçka që ke mësuar gjatë vitet e fundit që ki dëshirë me tregu publikut? Mesazhi im për krejt është të jetojnë momentet aktuale, të jenë falenderus, të përjetojnë çdo moment si me familjar, si me diçka, jo të vlerësojmë gjonat materiale, po të vlerësojmë njerëzit që i kemi për rreth, sepse e rëndësishme është që kur t'ikim nga kjo botë, të lëm vepra të mira, edhe të flitet mirë për neve. Kjo është mesazhi im ndoshta që ja u kisha përçu krejtve, edhe të marrin kohë për fëmijët, se aty fillon gjithçka. Edhe morujt për digitalizimit, ushqimin e mirë, bio, normal. edhe meditim. Qendresa, edhe një pikë të ndalim i pak, mbështet fuqizimin e grave dhe pavarësinë financiare. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që unë kam dëshirë që gratë të jenë të pavarura, të punojnë, të jenë të pavarura financiarisht, por edhe se kur ti punon, ti ke një vlerësim tjetër për veten. Sepse vetë vlerësimi yt është pak më ndryshe. Tani fillon edhe rrethi, i cili të vlerëson edhe arrit një grad tjetër, je përmbushur mendoj.
pa paragjykime për ato gratë nënat që qëndrojnë në shtëpi, sepse dhe ato e krijojnë një punë shumë të madhe, sepse thjesht investimi edhe koha që ti duhet me marrë me rrit një fëmijë sot ç'është duhet, është e pa diskutueshme, mirë po mendoj që është edhe për socializimin e një nane apo të gruas, është mirë që të punojmë edhe të integrohemi. Unë gjithmonë kam punu, po për këto e falenderoj edhe mamin, e cila është kujdes gjithmonë për fëmijët, sepse po të mos ishte kujdes nana, unë nuk kisha mujt. Edhe të s'kishe mujt, pra. Plus edhe burri duhet me përkrah. Mesazhi është i mirë që e jep, po nga ana tjetër ka shumë femra që se kanë mundësinë me pas mamin apo dikon që ja kujdeset për fëmijët dhe me ja dhënë mundësinë me punu. Ashtu është, se është bërë shumë e vështirë. Unë e vlerësoj shumë dy mesazhe. Vlerësoj edhe këtë që të jenë të pavarura të punojnë, vlerësoj edhe anën tjetër që një grua ka dëshirë të rrisë fëmijët e shëndetshëm dhe mos punoj fare, punoj burri. Edhe kjo është funksion shumë i mirë, pse jo, se burri e ka për detyrë në fakt për me mbajt familjen. A beson që kontribuojnë mjaft burrat shqiptar në përgjithësi për rritjen e fëmijëve? Kjo pjesë nuk më takon, unë këtu flas vetëm për vete, unë ndoshta kom pas fat, burri em është shumë përkras ndaj meje, edhe ai punon shumë sepse ka biznesin e vet. Mirë po kur është në shtëpi mundohet edhe të hanëve kujdeset për fëmijë. Domethënë i ka të ditën sepse e ka lokalin. A ke pas vështirë me zbut se prej Podujeva, ke pas mundsi, ke pas shumë vështirë. Nuk e di. Me zbut dhe me punu me ndihmu kështu. Ndoshta e bën edhe profesioni i tij që Çfarë profesioni ka? E ka studiu sociologji, po këtu kur ka ardhur në Zvicër, ka punu si frizer edhe ka lokalin e vet. Okej, frizer. Okej, bukur shumë. Ta më vjen mirë. Bukur Qëndres, ne diskutuam për këta libra, ne tash e dim që ku do momentalisht janë vetëm tek ty personalisht. Të gjithë të interesuarit për këto libra që kanë dëshirë për t'ia udhëruar, sa kushton një libër Qëndres? Një libër vjen së bashku me një set ngjyrash edhe me një libër noticë që fëmijët mundet me shkruaj diçka që mësojnë këtë libër, kushton 19.90. 19.90. Është edhe posa e përfshime në këtë. Mirë që i pas kemi kursysh atë 20 cent që ishë boj zetë. Ishë boj zetë e nga kishë marrë më qafë. Të gjithë interesuarit për librin e Qëndresës që kanë dëshirë për ta blerë për t'u adhuruar fëmijëve të tyre prej 4 deri në 9 dhe prej 9 deri në 14. Ja ku i keni librin, kontaktoni Qëndresa në rrjetet sociale, Qëndresa Ramadani Canolli, më duket i ke dy bebrat apo jo në rrjetet sociale. Qëndresa Ramadani Canolli dhe mund ta porosisni librin, u asjell me postë të shtëpia dhe është një libër realisht që kalon me sukses pasi edhe psikologët e spitalit e kanë klasifikuar si një libër të dobishëm për fëmijët që kanë të sëmurë, që kanë nevojë. Kështu që bravo qoftë Qëndresa. Më vjen shumë mirë, patëm kënaqësi që të patëm në Folship Show dhe ke mundësinë për të dhënë një mesazh sipas dëshirës tënde për njerëzit që të rrethojnë apo nëse ke për të përshëndetur dikon. Faleminderit shumë për mundësinë e dhënë me kon pjesë këtij emisioni kaq shikueshëm për krejt shqiptar që jetojnë në diasporë. Mesazhi im kish më qenë vetëm që ju uroj gjithëve shëndet, mirësi edhe të duan më shumë njëri tjetrin. Sepse si që the edhe ti më parë, shpesh herë thojmë hajtë se nesër, edhe ajo nesër përfundon shumë shpejt. Absolutisht. Edhe unë mendoj që është mirë duhemi sa jemi gjallë, se kur të vdesim, ata nuk dinë më. Uroj që të ketë njerëz që mendojnë si ti sa më shumë, Qëndres se ka shumë pak sot. Është bën një frymë e keqe Qëndres që po është fut më shumë konkurenca se sa dashnia me njëri tjetrin. Edhe këto është më thonë që mos kemi nati me njëri tjetrin. Po kjo është problemi tek. Se ajo që është e jotja, është e jotja, ty ta ka dhënë Zoti një dhënë ti tjetër, mundi tjetër, ati një tjetër. Qëndres se ta kemi ty nati. Është një fenomen që për mendimin tim është i tepruar. Në vend se të jetë kjo mirënjohja dhe dashnia për njëri tjetrin, është konkurenca, t'ja kaloj vllaut, t'ja kaloj modrës, t'ja kaloj migjes, t'ja kaloj kushrinit, t'ja kaloj komshis, mos bëhet ai më mirë se unë, jo zashu dhe kështu. Po se deri dje kemi pi një gotë. Kjo është ideja. Edhe kemi ndonë gjithçka bashkë, ndërsa sot jemi. Uroj që njerëzit ta marrin këtë mesazh tënden, që të kenë dashni për njëri tjetrin sa më shumë, sepse në fundit sado që të kenë, sado që të bëjnë, do i lënë gjitha, nuk do marrin asgjë me vete siç e the. Faleminderit shumë Qëndresa. Për cilën me duar Turqiti, unë big up prej DJ Ton Crazy që e kemi.